Që ka fushat, domethënë kjo po shihet qartë azi, kjo pothuajse u konfirmua edhe me intervistën që u nxorr dje në publik. Pra presidenti aktual Vjosa Osmani është në kërkim të votave. Pse është në kërkim të votave? Sepse ne kishim më herë deklaratën e kryeministit Kurti, që tha ne do ta propozojmë Vjosa Osmanin për një mandat të dytë, por në një mënyrë ai la të kuptoj që ne nuk do të angazhohemi për t'ia siguruar votat, sepse ato votat duhet të sigurojë ajo vetë. Tash aty është la të kuptohet që vetëvendosje, po edhe këto partitë jo shumicë të komuniteteve tjera jo serbe, ato domethënë po e garantojnë në mënyrë votën, po nuk po mjaftojnë. Pra i kemi 57 ose 58 vota të vetëvendosjes, dhe i kemi 10 tjera të komuniteteve jo shumicë, nuk po arrim të 80. Pra tash duhet të sigurohen vota tjera për të arritur të deputet, dhe këtë Albin Kurti nuk po domethënë u tregoi që nuk do të angazhohet për t'ia siguruar. Këtë duhet ta bëj vetë Vjosa Osmani. Dhe këtu po shihet që ajo tash ka filluar atë fushatën e vet për të bindur dikë. Unë nuk besoj që do të arrit të bind asnjërin palë. Personal. Asaj duhet patjetër ta bind Partinë Demokratike edhe Lidhjen Demokratike ose njërin ose tjetrën, por nga ajo që shihet në terren, domethënë nuk shihet ndonjë disponim që asnjëra parti të qëndrojnë në kuvend për të siguruar votat, dhe nëse kjo nuk ndodh, atëherë vendi shkon në zgjedhje, edhe këtë e ka paralajmëruar edhe vetë Albin Kurti në intervistën para një jave, i cili tha që pavarësisht që kemi shumicën për të krijuar kuvendin edhe për të krijuar qeverinë, kjo nuk kupton që i shpëtojmë zgjedhjeve të jashtëzakonshme, që nëse nuk kemi president me 4 mars, atëherë i bie që me 4 prill ne duhet më së lartë të shkojmë në zgjedhje.